Hello, channel, hello. Si jeni? Kalofshit një ditë super flak, super gjigande. Që do të thoja, për sot do dohet flisja, ne kisha lënë me dikë që të takoheshim. Ndam orarin, domethënë për pjesën e punës. Me pak fjalë. Kisha dy vegla në shtëpi që janë vegla pune. Edhe i kisha hedhur në Marketplace Facebook. Ky botë tani që i thash i lash edhe çmimin ndam që gjitha gjonat. Edhe erdhi fundi, domethënë e lam si orar, vlla se kalove, ç'ke, tu bëfsha ande, tu bëfsha këte. Edhe erdhi, i thash okay vlla tash. Gjo, unë kam këtë çmim, po të lëm me këtë tjetër, meqense se ti don kaq, unë po e bëj një çmos mi minus nga vetja ime. Edhe nëse do het smeri. Ishin gati 2 sharra. Okej. Ndava mohabetin, çdo gjë në rregull, edhe vjen fundi pastaj. E lam në orën 8 të mëngjesit që të takoheshim, se më bështiu një zokë. E lam në orën 8 të mëngjesit që të takoheshim. Edhe vjen fundi, boti më merr më në orën 7. 7:30. Okej. Unë kur them në orën 8, kam marrë filmin. Okej, e mora në celular, 7:30. E mora, dhe më thënë, pun 10 minutash. Nuk më hap celularin. Për sot. E mora prap nuk më hapi. I shkujta mesazh, si ka lobe, thash, mi mëgjesi. Mi mjesi herë. Që se ke po mend më ardhi, thash, që ti marrë kështo që folëm. Hajtë se më thuj vjen as vjen. Se e nejse, iku ke. Një 10 minuta më vonë, thash po të presash, më thuj vjen apo s'vjen që ta di edhe unë. Qa të bëj? E morën celular dhe 2 herë. Anyways, Shqipëria këto kohë më ndoni nga fjallë me pak fjallë. Dhe Shqipëria këto kohët e fundit po prodhon njerëz fake. Gra, jo burra. Burra me njëre që dalin nga fjalla. Burri për fjallës mbahet për ftyrës. Nuk është se më plas shumë që nuk i shita ato se nëse si merë duhet i marrë dikush tjetër, risku nuk ta merë askush. E ka ndas zoti mall. Shqipëria po prodhon kur vri. Njerëz që s'bajnë fjalë, njerëz që s'kan besë. E kemi kotne, jo burrëria, jo jemi njerëz të fjalës. Ka, po nuk është se janë të gjithë, kupton? Janë me kokra. Edhe ata me kokra nuk i gjen tu. I gjen jashtë, te edukum, pastrum, mbajtëm rregull. Anyways, jemi popull ordiner, shumë ordiner pas kemi qenë. E ne kështu kam për vdek, ordinera. Hajde më. Gjithsesi, mos harroni të më bëni subscribe në akauntin e YouTube-it. Jemi diku te 6300 subscribers tash. 6300 veta subscriber. Sa po vjene më shumë, po më bëhet që t'iki nga ky vend për zotin. Me zë përpres të dali gjoja e parë që të zhdukem nga ky vend. Edhe mos t'ja shoh më bojën. Do ta fshi, ta eliminoj. Ky vend vetëm prodhon porn. Porn me rigon. Vetëm prodhon porn me rigon ky lloj vendi. Njerëz pa pikë vlere. Njerëz pa vlerë prodhon. Njerëz që s'maj fjalën. Siç përmenda që mos t'i përmend kot, se është e kot. Anyways guys, mos harroni të më bëni subscribe, të bëni share, dini komentin tuaj dhe më thoni, më shkoni për një temë të veçantë. Si që thash, jam me zë për bismillah. Me zë për pres që të shtukem për këtij vendi.
Wallahi se nga kanë lodhë njerëzit tu. Pa pikë. Të gjithë se cili shet ato dalgat e veta. Njerëz dalin rrugëve, bëjnë porda. E shumë të tjera. Është e kot që të bisedojnë me këto dhe për të dhe gjonër, se hun pas kohën time dhe kohën tuj. Nuk është se du të shtoja, po të eliminoj një gjë më shumë. Ju lutem bëni share, like, follow, subscribe dhe lini komentin tuaj për çdo video që shikoni në accountin tim. Sot sa po kapëm gati 1 milion views. Alhamdulillah. Është dita e 25 e Ramazanit, po mbaron dhe Ramazani. Okej.